Shka gati tani për startin e këtij dueli, të para që luajnë me topin janë në skuadra e Gjiljanit me Senad Jarovic. Fillon këtu ballafaqimi. Prishtina përballë rivalve të vështirë për ta Gjiljanit. Nuk fiton. Ylli Ibrahimi, pasimi në qendër, rasti këtu Blerin Marina me goditjen. Shkon jashtë. Betët pa gol ky duel edhe më tutje. Dalja para shumë e rrezikshme, Ylli Ibrahimi. Provon të arkoj rasti këtu dhe nuk ka gol. Shtylla shpëton Prishtinën. Vazhdon aksioni gjithsesi. Edi Basha, çfarë arkimi mirë. Dalja e Prishtinës, rasti i fundit i kësaj pjese të parë, Valmir Veliu. Leo Kryeziu, shansi këtu goditja. Transversale, provon edhe Ilijevski. Biport, 0-0 mbetët. Çfarë fundi dramatika mundur tjetë këtu. E pabesueshme, nuk ka gol. Shojmë edhe njërë tjetër, përfundon pjesa e parë me këtë bombë goditje. Shpoton Gjiljani tani, 0-0 mbetët. Ne të riktemi pas 15 minutave publicitet me pjesën i... Taipi e vendos Leon shumë mirë në ekranit jashtë. Ramiz Bytyqe, pati mundësinë e arkimit, vendos për triplim, tani vjen arkimit i rasti këtu dhe shkon jashtë. Minuta e 54, Prishtina shumë herë më mirë në këtë pjesë të dytë. Ja dhe njërë tjetër momenti me Mamengin Basha. Gjen hapësirë, provon arkimin, topi prekur me dorë dhe penalti. 11 metrë. Ja dhe njërë tjetër, kështë momenti. Kja situata, shikojni. Penalti ka ndarë, Valion Bajgora mirë po shkon për të parë në varë. Shojmë se cili do tjetë vendimi tani. Pas rishikimit, nuk ka penalti. Për ta ekzekutuar këtë goditje të lirë. Arkimit i drejt shtyllës së dytë, Mamengin ndodhet aty. Rasti këtu goditja, Biport. Mundësi shumë e mirë për Gjiljanin Albin Prabashtica që provoj. Volley goditja ti e devijuar, përfundon Biport. E blokua Saliu e fiton këtë duel. Topi tek Valmir Veliu, shansi. Veliu, gjen hapësirën, Veliu, goditja ti, Biport. Nuk arrin të shënoj edhe këtër Valmir Veliu. Mirë po është hapur loja nga të dy. Një gabim i rëndu nga Shqiprim Taipi. Rasti i Prishtinës, Veliu me goditjen. Trejte në portierin në Laroshi. Mbetët 0-0. Kjo ndeshje po shkon drejt parazimit 0-0. Këtu vështirë se mund të ndodhë diçka. Mbyllët përfundimisht Prishtina Gjiljani 0-0.